emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje ku do që në ndeshin të ndëruar shikues. KQZ ka njoftuar se procesi i rinumërimit në 19 komuna tashmë ka përfunduar, po vijon rinumërimi dhe në tjera komuna, teksa Policia e Kosovës ka zbarkuar në Prizren duke ndaluar mbi 100 zyrtarë që ishin përgjegjës për këtë rezultat të rinumërimit ku dolën sipërfaqe numër i madh abuzimesh me vota, duke filluar kryesisht nga Partia Demokratike dhe të tjera parti. Tani më është në detyrë të institucioneve ligjzbathuese të verifikojnë kush abuzoi me vota, kush ndikoi këtë proces. Për 48 orë ka ndaluar mbi 100 zyrtarë dhe ta shohim se ç'po prodhon gjithë kjo përpjekje organeve ligjzbatuese për ta rinovuar, restauruar besimin e cënuar, të lënduar në procesin zgjedhor të zgjedhjeve të 28 dhjetorit vitit të kaluar. Kam ftuar për intervistë mbi reflektimet e tij në këtë proces ish kandidatin për deputet të AK-s në këto zgjedhje, Dardan Krasniqi. Krasniqi, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën, rrit mirë se të gjej. Faleminderit. Ç'të ky lajm për ju? Zbarkimi i policisë atje, ndalimi i mbi 100 zyrtarëve. Apo shkon procesi në drejtim të rinovimit, një procesi tepër të lënduar zgjedhor? Po edhe siç e the ti dhe siç po e shohim tash në fund edhe ti edhe sidomos unë edhe ti kemi ti në media, unë në politikë, se edhe si aktivist politik jemi që një kohë gjatë në zgjedhje dhe vazhdimësi e kemi përcjellë se si ka rrjedh procesi zgjedhor. Ne është fati mirë që prej krijimit të institucioneve të Kosovës ne kemi pas ditën e zgjedhjeve të qeta, pa probleme, pa ndërhyrje dhe kemi qenë shembull i kësaj. Mirë, po çdo herë kësi probleme ka pas. Dikun nuk u dëgju zonë, dikun nuk është dashur më dëgju zonë, edhe fatkeqësisht tek ne shqiptarët në secilën përpjekje historike shumë gjëra kulmojnë që thojnë na kulmushët kupa. Edhe mendoj që kjo që kemi orë në këtë fazë është mush disi kupa edhe ka eksplodu kështu për me pa se soj çuditën është procesi i votave gjatë numërimit për kandidat. Unë me të drejtën kam një përvojë të madhe në zgjedhje dhe kam pa kësi çuditje ka herë. Dhe me thonë se si komisionerët, po nuk e bëjnë vetë, kanë një farë ndërlidhje me... Po përse shpërtheu tash ky problem, në gjykimin tuaj? Po shpërtheu se kanë pa dhe shumë kandidat, tash me hyrjen e shumë kandidatëve të ri në partitë politike, ata nuk e kursejnë partije në raport me parimin. Pra mendoj që është një indicje që jep me kuptu një argument se kandidatë e kanë pa këtë çordi, e kanë pa... Nga afër e kanë pa, do me thonë e kanë pa dhe demokracia shumë e lënduar për shkak që terreni politik Kosovëri dhe shumë i kontaminuar. Ajo çka është e dhëmshme është se normalisht në bazë të ligjeve për zgjedhjen në Kosovë është shumë e rëndësishme me ditë opinioni zgjedhjet i organizojnë partitë politike. Do me thonë se cila parti politike që ka përfaqësim në Kuvendin e Kosovës ka antar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, e cila përbëhet prej 11 antarëve të saj. Antarët në bazë të përfaqësimit të votave që kanë dërgojnë edhe përfaqësimin e tyre në KQZ. Kjo shtrihet edhe në komisionet komunale zgjedhore, pra për hir të opinionit janë partitë politike që i organizojnë zgjedhjet. Komisionerët janë të partive politike. Po kështu dhe është me rëndësi me thonë me ditë opinioni, se po flasim për opinionin se... Kujt i ka konvenuar kjo situatë, me qenë se ka pasur abuzim votash brenda një partije, brenda vetë kandidatëve, duke i marrë njëri votat tjetrit, sepse në vitin 2010, kur Kosova u përpall me lajmet për vjedhje industriale nga një parti në tjetrën, u bë çështje e madhe dhe pati dënime Krasniqi, por nuk u aktivizu prokuroria asnjëherë për të hetuar seriozisht vjedhjen e votave, deformimin e vullnetit politik që bën kandidatët e një subjekti politik.
Po mendoj që tash kjo ka rezultu, kujt i ka konvenu, normalisht i ka konvenu kandidatët Kjo për heshtje deputet. gjatë, sepse përvoja juaj është gjatë. Jo, ne kemi bërë zhurëm aty ku kemi posë mundësi. Partit kryesore, po them, këto që ka Kosova, Po partit për të mos e kryesore, adresu këtë abuzim të vullnetit të njerëzve. Është abuzim. nëse flasim për standardin politik, Sakt. Kosova është larg. Kjo përfojnë e vetë liderëve politik. Pra, se cila parti politike në Kosovë ka për panoram, për, si me thonë, për reflektim të opinioni, ka kryesin, ka këshillën e përgjithshëm, ka mekanizmat mëna subjektit politik, po asnjëherë këto nuk funksionojnë. Ta e tham me dhimbje, po kështu funksionon. Pra jam proces gjatë zgjedhor. Partit politike nuk funksionojnë me u dëgju zëri kryesisë apo zëri i këshillit përgjithshëm këtë rast. Pra dhe listat kur bëhen. Krimi më i madh, edhe lëndimi më i madh i demokracisë bëhet kur bëhen listat. Pra aty ka shantazhe të mëdha, edhe këtij shantazhi nuk i ka asnjë parti politike. Domethënë ne po flasim për partitë politike në tërësi, jo në veçanti. Normalisht dikush ka më shumë, dikush më pak, po partitë politike në Kosovë janë korporata, nuk janë parti politike. Për arsye se renditjen e listës kur bëhet, nuk bëhet në frymën demokratike, nuk bëhet në shtrirjen e debatit, nuk bëhet në propozimin ose nominimin e kandidatëve të cilët përfaqësojnë vlera, përfaqësojnë demokraci. Pra, ti merr shikoje në secilin etap zgjedhor e rit, edhe atër ku ka qeveris LDK-ja, edhe ku ka qeveris PDK-ja, tash lëvizjeve të vendosje, njerëz të cilët kanë pas ushtrimin e funksionit, qoftë ministër, qoftë pozicione publike që kanë abuzu me detyrën zyrtare, kanë akt akuza se ti kinë për lista, i kinë dheqën e parë. Çka nën kupton kjo? Që ata nuk kanë abuzu në detyrat e tyne, pa ditë lideri. Do me thonë, edhe kjo është jashtë shantazh, jashtë pazar, po në fakt e ndërtën mozaikun e asaj që është korporat. Ç'mendim keni për prokurorinë si institucion ligjzbatues? Pse të aktivizohet prokuroria vetëm pas reagime publike, ex officio në detyrë zyrtare të duhej ajo ta adresoj, ta trajtoj me njëherë, pa humbë kohë, çdo dyshim mbi abuzim të vullnetit të njerëzve. Nuk ka lëndim më të madh për demokracinë kur deformohet vullneti i votuesit, i cili ditën tregoi disiplinë, shembull, dhe në mbrëmje atë vullnet të tij e deformuan komisionerët. Kështu janë dyshimet. Po, këto janë dyshimet edhe faktikisht Kosova në asnjë fazë të zgjedhjeve nuk ka kalu pa i shkel 4 parime kryesore të zgjedhjeve. Pra çdo herë kemi pas krim zgjedhor, cënu vullneti qytetarëve, pra kemi cënim vullneti qytetarëve, kemi gështet ndaj shtetit, në fakt kur një person është i veshur me detyrën zyrtare dhe nuk e kryen detyrën zyrtare, në fakt vetëm nëse neglizhon me kry detyrën zyrtare, e leje më të ndërhyjë në proces zgjedhor, kjo është një gështet ndaj shtetit, edhe kemi cënim të sovranitetit të popullit për me adresu votën aty ku e ka orientu. Kjo gjë duket se të ka të mbanë në piklim Krasniqi, jo tani, po ka qenë lirë, kritik në gjitha faza, duke adresu gishtin edhe tek njerëzit, tek bashkëpunëtorët më të afërt, nuk ke kursyer, duke synuar që vendit të shkoj drejt një mjedisi, habitati ku emancipimi politik të shndrohet në normë, jo në retorik. Po mendoj që është argument tash ne çdo ditë këtë janarin e ftoft, madje kemi plot data në kalendarin tonë historik të një brezit të madh që kanë sakrifikuar dhe kanë dhënë jetën për lirinë dhe shërimin e këtij vendi. Edhe në zëshëm e kam thënë, asgjë s'ka bëu që këja më shumë se sa me shliru këtë vend edhe me mundësu njerëzve që me jetu lirë në këtë vend. Çka po ndodh në Kosovë, e më shumë se sot kur, se ti vetëm prej drejtës lirë televizis nuk e i cenun, prej si cilës drejtë e i cenun, edhe prej drejtës në votje në fakt i cenun. Ne deri tash rrit kemi pas, si me thonë, ndërhyrje flagrante në procesin zgjedhor përmes abuzimit të detyrës zyrtare. Tashmë kjo është zyrtarizu, kur ti në ku fushata shpërndon, jo pse qytetarët nuk kanë nevojë.
Po qartë. Po ti, kur qeveris me venin 4 vite, edhe nuk ke arrit me vendos në binar disa gjanat që e lehtësojnë jetën e qytetarëve, pra çka nënkupton nëse ti në ditën e zgjedhjeve ose në kohën e fushatës, sado që ndan mjete, sado që janë të nevojshme, ato nuk janë reflektimi mirë për demokracinë që shec. Ne nuk kemi nevojë me shpik asgjë, jetojmë në një Ballkan që është pjesë e Evropës, në një kontinenti që është konsiderohet i emancipuar me kulturë, ka lind edhe këtu ne kemi edhe filozofinë greke ku ka lind drejta e krijimit të institucioneve, të përgjegjësisë, transparencës. Unë e kujtoj kur kam lexuar jo kështu për si me thonë... Ja vëllu gjitha këto edhe miqve, shokve. Duke se nuk mirë kuptojnë shumë. Jo, po tash nëse cilë... Realiteti po tregon që me gjitha ta që ke bashkëruktu dhe politikisht, dhe jo vetëm politikisht, duke që nuk mirë kuptojnë shumë. Të ndëgjojnë, por... Nuk ka rëndësi lirien teme edhe bindjen teme që është argumentueshme, nuk ja fole, nuk ja jap askuj. Për asë të shpim. Absolutisht nuk ja kam dhënë shokëve të mit luftës që kanë qenë politik, as më pak ti brezit të ri. Ne kemi detyrim me ndërtu këtë vend. Për arsye se derë shumë gjak. Thash një brezit tërë prej Gjergjit e deti Adem Jashari, jemi në janarin e ftoftë të Reçakut, jemi në jubileun e Jusufit Bardhoshit e Kadrijës, jemi në 17 janarin që kalum të vdekjes së Skënderbeut, pra llogarit se kanë dhënë brezi jonë për me arë këtu kur ti nuk ke nevojë me luftu në kushte të carta në dimën të gjatë e parë me pa buk. Pra sot mirëqenia jonë normalisht ka përparu, edhe sot nuk ke nevojë me bë betejë të ashpra e as luftë të pa fond me ndërtu institucione. Për juve që keni marrë pjesë direkt në zgjedhjet, duke ku votën e qytetarëve, a mund të renovohet ky kompromitim i votës nga ana e komisionerëve? Krim edhe kriminal ka gjithkund, por sa është me rëndësi që institucionet zbatuese të ligjit ta prevenojnë, ta parandalojnë atë? Po këto probleme kanë mujtë me vitu ka herë, e jo vetëm në këtë fazë të zgjedhjeve që ne sapo kalu. Mos harro se shteti shpenzon shumë të mëdha në këtë shtet të varfër për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Po ashtu shpenzojnë parat mëdha edhe partitë politike, shto edhe kandidat. Natyrisht. Pra, kur ke gjithë këtë shpenzim të madh e këtë infrastrukturë, edhe në fund rezulton me kaq abuzim të madh, atë shtrohet pyetja, a jemi të aftë me ndërtu shtet, a jemi të paaft? Nuk po du më lëshu në zhargonin që kanë thonë armiqtë tonë për neve. Po, dita zgjedhjeve ka komisioner, ka veshgues, ka zyrtar, ka është prokurori i shtetit, i cili është i caktuar sipas detyrës zyrtare me përcjell mbarvajtjen e zgjedhjeve. Unë kur kam qenë veshgues në zgjedhje, sot ruj ato ditarët, fletorët, ose raportin, protokollin e sjelljes, po, gjatë ditës shtrohet pyetja cili është roli i veshguesit, nuk është me dalë me pi dohan, është me përcjell mbarvajtjen e zgjedhjeve. So votues po votojnë apo respektohen procedurat, ajo është detyra jote. Pra ti nuk i bën nder subjekti që të ka dërgu, as institucioni që të ka dërgu, po ti bën nder vetë kredibilitetit tanë me kryu një punë me zellë me pasion për cilën ti ke marrë besim. Unë për tham këtu në një rast, unë jam marrë shumë me departamentin e votës me në lëvizjes vetë vendosje. Pej 2010 dhe 2021, më thonë moj me thamë... Krek po tërkohën? Absolutisht tërkohën, jam marrë me këtë që... Ka lëvizje, ka gravitu... Absolutisht, dhe më thonë, ne kemi pos komisionerët e tonë, po se komisionerët caktohen që me qenë mbarvajtësit kryesor të zgjedhjeve. Natyrisht. Roli komisionerit është me e përcjell këtë procesin e votimit. Këtë procesin e votimit. Deri në finale, po. Deri në finale, deri në desot mbyllët procesi. Po unë do me thonë, për me rujt procesin e zgjedhjeve, veshgues për cilët i kemi caktu
Pra kemi pas edhe komisioner edhe veshgus. Po, Ne veshguzë kemi thonë që ju nuk duhet t'i besoni asnjë komisioneri. Ju jeni aty për me veshgu procesin. Nëse unë jam komisioner... Detyrat e ndara, po. Absolutisht, nëse unë jam komisioner i lëvizjes vetëvendosjen në këtë rast. Edhe vllau im është veshgus. E dim që si gravitojnë e funksionojnë partitë politike. Po. Pra, shtoksoj... Po e ndan këtë përvojë me publikun, po. Absolutisht shtoksoj edhe lëvizjes në vetëvendosje që në rrugtimin e saj ka pas vështirësi për shkak të lëndimit të demokracisë më identifiku njerëz me ne. Pra nëse unë me vllaun kemi, ai ka qenë komisioner, ose unë e veshgus, ose ana sjelltas, unë atë kam konsideru të panjohur në punën tem. Pra, unë gjithçka që kam pasur që nuk është e lejuar e kam raportu. Përveç që kam shkru, kam raportu, është aty edhe libri. Ke librin? Unë kam shënimet tua. Shënimet e mia, kam përvojën tuaj, po. Absolutisht, kam sot, po është edhe libri në vendin e votimit, kur ti nëse ta zëm. Po ditën shkojnë në rregull Krasniqi, po në Nuk ka shku as ditën në rregull. Në sy ton të raportimit, po thënë, njerëz të treguan të disiplinuar. Me gjithë molisjen dardhan që kishin nga zgjedhjet e rregullat të shkurtit vitit kaluar, në zgjedhjet lokale, përsëri në zgjedhjet të jashtëzakonshme me 28 dhjetor dhe njerëz përsëri dolën në zgjedhje, u përgjigjen ftesës se atyre politikanëve që nuk arritën t'i bëjnë institucionet, dalin në votime dhe në sy tanë, në vëzhgimin, në observimin tonë, zgjedhjet ishin në rregull, nuk pati raportime për deformim ditën, por në mbrëmje, gjatë numërimit votave aty me 6 komisionerët u kryen ngretën në rastin e Prizrenit që... Unë jam shumë i sigurt të rritë që edhe në zgjedhjet e shkurtit të vitit të kaluar ka pas kësi parregullsi. Për brenda partive? Absolutisht. Po. Unë vetëm thash që ne presim me... Kandidat për deputet? Absolutisht. U ankuan. Ne vetëm presimi që e madhja të shpërthej. Ky balon i madh të shpërthej. Pra, tu ka shpërthy se... Ka qenë tash, ndodhin do rrethana dhe pa, jemi njerëz dhe besojmë diçka, është edhe universi që ne rregullon disa gjëra. Pra i vinë do momente që thojmë na, s'ka është mjaft. Po lejmë të them diçka. Ne kemi po parregullsi në ditën e zgjedhjes, së do minore që kanë qenë edhe qeta. Po jam shumë i sigurt, nëse ti shkon në klasat ku ka pas të zëmë numër më të madh të njerëzve që kanë votu me asistencë. Nuk do, në rasti nuk janë evidentu. Pra, ti shkon i gjanë të librat janë krejt, janë ashtu që ke dorëzu. Pra njerëzit nuk e kryjnë punën me pasje, nuk e kryjnë punën me zell. Gjithë shka, mos harro komisioner trajnohen për këtë punë. Natyrisht. Edhe komisioner trajnohen për procesin e rregull. Edhe ju thuhet në fund një fjalë, gjithçka që ka ndodhur jashtë i procesit është e pa rregull. Edhe gjithçka duhet të shënohet këtu. Po kjo është që gradualisht si më thonë, erdhi momenti sipas jush të shpërthej. Të shpërthej. Të krijohet kjo në shqetësim kolektiv. Edhe për institucionet mendoj kështu bën shumë që nuk u kry bile këto vitet e fundit, njerëzit nuk e kanë kry punën me diligjencë dhe kur tha me diligjencë një punë që merr përmirësi për me e kry. Se tash kur bëhet numërimi i votave për me se na gjithmonë dikun kur ti do me mbyll procesin mirë, ke po si themi ne se nuk do asnjë gjuhë popujve tjerë ka dëgjon në gjuhën normalisht edhe popujt tjerë kanë në fjalorin e vet të fjalë tradicionale, po ne presim i thojmë 2 orë ose 3 orë me u bë gjella, nuk e presim 5 minuta me ufto. Kjo ndodh në proces. Pra, kur vjen puna me numëru votat e partive, e subjekte politike, partive politike, atëherë me kry procesin më shpejt, në fakt në të zgjedhje s'ka ndodhur kështu, po në zgjedhjet e kaluara i merr komisioneri që është i partisë politike dhe i numëron votat e kandidatëve për deputet të subjektit vetë. Kjo nuk duhet me ndodhë. Ai procesi është, duhet me shku se cili, dikush numëron, dikush shënon. Unë ta supozoj si komisioner i AKës, nuk do duhet ti
numëroja votat e kandidatëve të AKS, por votat ta zëm të vetë vendosa, apo kështu është rregulli. Absolutisht është rregulli. I qartë është rregulli. Edhe çka po du me thonë, kështu për këtë proces, llogarit sa vështirë për shembull për lëvizjen vetëvendosje është me pas komisioner në Deçan. Parasysh është parti minore. Atje po. Po llogarit sa vështirë është për Aleancën me pas komisioner në Malishef, se është parti minore. Shto kësajna që ne kemi edhe 4 parti tjera të mëdha që se kanë komuna tjera. Ne kemi edhe nismën, shto PDK-n, LDK-n vetëvendosje. Edhe aty në Malishef pati tani njoftime për parapozim. Unë kam përcjell direkt zoti Limaj janë hequr fotot. Më ka interesu me po Malishevën. Edhe kam po mirë se ka pas abuzim të votë, edhe për këtë nuk kam pas asnjë dilemë. Jo, tani po dalin jo, pse po sinqerisht nuk ka pas asnjë dilemë. Unë vetë kam qenë tash në garë dhe për këtë që ka një komisionerve që kanë qenë këtë proces me bindjet, me sinqeritetin më të madhe një, e kam një vetëm një shoqe e ime që mu ka paraqit që është komisioner e Aleancës në Podojev. Do me thonë, këtë që ka një kjo do me thonë është. As nuk jam marrë me komisioner, as nuk merë me vëzhgu, se të edhe me dash më marrë është e pa mundër me ndryshu edhe me kriju standart. Shtë kësajna pse partit politike në fajtore, edhe më lehen të sharoj, një diçka që shumë e rëndësi që po du me thone po mungon në këtë diskursin ton, edhe politik, edhe si qytetar, e që është shumë keq për Kosovën, veçmas dhe për qytetarët e saj, se ne kemi pos shumë probleme pos komisioner në zgjedhjet e ardhshme. Nëse pse ne ashtu kështu kemi pos komisioner të cilët janë zhgënjur shumë për politike, edhe nuk dojnë me humbë kohë. Për vetë sajna kanë presionet të mëdha prej kandidatëve pa dallim prej subjekte politike që i thirrin për kësi favore me vo. Edhe kjo rezulton kështu, kjo është zinxhiri që funksionon, komisionerët nuk e bojnë këtë farë pune, edhe pse njoftohen për pasojat që do t'i kenë. E kjo është shumë e keqe, që tash ky momentum kjo është pësimi shumë i madh që mas një njeri nuk e merr përmirësi për llogarit vepra penale të cilat bëhen në ditën e zgjedhjeve janë dënueshme prej 3 deri në 5 vite. Edhe duke njoft mirë procesin zgjedhor. Ne edhe në 2010 kur e përmend, ne kemi pas komisioner të lëvizjes vetëvendosje, sepse atëherë garënin për herë të parë. Në Tiranas dhe në Skëndera ishte rasti. Po, ka pasur në Malishev, kanë shkuar në 2 vend votime në atë kohë, për shkak e moj mend që ne kemi kalu keq. U bë madhe sepse ne kemi kalu keq ditën e zgjedhjeve, unë moj mend zgjedhjet e 2010 s'kan qenë të merr për lëvizjen vetëvendosje, kemi pas presione të mëdha, ne kanë kërcënuar vëzhgues, komisionerët e tonë për shkak mos përputhjes së votuesve me fletat e votimit, kanë refuzuar me një nënshkëru, po edhe pse komisionerët e tonë atë kohë kanë kry punën si çdohet, janë bërë objekt të hetimeve dhe të shkeljeve penale. Edhe ka aktivist tonin që një të asaj kohë, që 5 vite ka heq, si thëjmë na si zite e ullirit, për me mbyll procesin, për me apliku për një vend punë ose për një vizë jashtë. Është proces për cilin ka me lëndu tash se cilin komisioner. Se procesi ka me shumë e rëndësi me thonë këto rritë, me lejan. Procesi tash, ju vetë sa tha që ati kanë zbarku edhe nuk e dia është e konfirmu në ajo. Gjithë ekipa e tu se policisë ata e poshtë, po nuk e dia kanë arrestu dikën ose kanë dalu dikën. Tash tam bini 100 për vetë faktin që 48 orë momentin e arrestimit ose momentin e ndalesës mbos procedura policore mbahesh aty, edhe ti ke qenë komisioner aty procesi ka doli kontaminun, ti 3 deri 5 vite, jo që pret burgi, ose adenosh me kush ose me gjop. Derisa të pastrohesh. Derisa të pastrohesh, ati qytetari ka me kushtu shumë në këtë teren, për cilin qytetarët kanë shumë halle me jetën edhe me mirëqenien e tyre. E tash këte ke op një shembull keq, si shtet, që mon njerëzit, bëndo që abotam shkrejt partit politike, edhe lëvizja vetëvendosje, edhe nisma, në Malishev po flasë, me kompetencë, kanë pas probleme me zgjedhje komisioner. Nuk doj njerëzit me shku më komisioner. Për shkak të presionit, për shkak të kësaj intrigave, se ti shkon me kry punën, aty edhe
nuk mjafton veç ti me kry punën mirë, kur 4 komisionerë nuk dojnë me kry punën mirë. Dhe më thonë është aq proces që unë e një shumë mirë, edhe shumë i dhemshëm, edhe po, pajtohena se prokuria duhet me kry punën e vetë. Mirë, po jam edhe i thari një diçkafi që duhet me ndodhë në shoqni tona. E drejta në raport me të mirën shumë herë do të ketë dallim. Pra është e drejtë e prokurisë me e çu këtë proces deri në fund. Me restauru procesin demokratik. E mira në këtë rast do të ishte që spori prokuria të arreston këta deputet. Unë e kuptoj procesi edhe si funksionon edhe policia, prokuria, se alibin e ka ai deputeti me thonë jo, se nuk i kom thonë askujt me mishtu votat ose me hiq votat. Po mendoj është indicie mjaftueshme për të mirën e zgjedhjeve. Ky është dosh me kon rasti prokuria dhe policia me zbarku të secili kandidat për deputet që ka vota më shumë se 50 të shtuara. Ose me gjithë një marrë. 4 është. Në margjina. Ose margjina që është 4. Po ma le të shkon, edhe ai le të shkon. Kështu do t'i për shembull. Jo sot komisioner që të ditën kanë qenë atje, përveç leje që kanë qenë tërë ditën në ditën e zgjedhjeve për procesi ka zgjat. Kandidat për deputati braktisin thu. Braktisin nuk din gjatë. Ne çka kemi po në krejt. Përveç nëse prokuroria vërtet ndryshe. Krejt unë ti çka kemi po krejt në këtë pluralizmin ton. U ke besuar atyre kandidatëve për deputet duke thënë që ne nuk kem dorë, nuk kem prek votën, nuk kem vot zhon këto ditë. Jo, unë nuk i besoj asnjë, unë e tham me argument plot se unë nuk i besoj asnjë politikanin në Kosovë, jo pse unë jam i pa besueshëm ose dua të jam kështu defetist i pa pranueshëm ndaj asnjë gjaje, po nuk ka lider politik Kosovë që nuk është i pa shantazhuar brenda subjektit politik. I pa shantazhuar? Absolutisht. Po Kurti? Edhe Kurti është i shantazhuar. Nga kush shantazhohet Kurti? Nga vetë njerëzit e fuqishëm që janë me analizës vendosë. Tash kjo fuqia është me votë, kjo fuqia. Ne në publik nuk e njohim atë. Po njohim Kurtin siç e bën dhe posterin në zgjedhje. Zoti Kurti dhe emrat e kandidatëve të tjerë me numra kështu. Dëgjoni, jam shumë i edukuar në këtë, nuk e baj për të kriju lajm ose për të kriju hedhje shigjetave ndaj askujt. Pa arsye. Po një qindra raste që edhe zoti Kurti është i shantazhuar. E pse është i shantazhuar më me dhon shumë shembuj. Pra, nëse unë kam qenë aktivist në Malishev, edhe kryesia ka vendosur se unë me qenë kandidat për kryetar. Plot njerëz në lëvizjen vetë vendos që në këtë rast shkojnë dhe thojnë zotit Kurti për shembull që ai nuk bën me kon kryetar. Po ka vendosur kryesia, ai nuk bën me kon kryetar. Nëse ndodhej me kon kryetar, unë ta braktisi zgjedhjen, unë ta braktisi këtë vendim, unë dona me një grup, edhe shumë herë zoti Kurti ka rënë në ndikimin e këtyre grupeve edhe ka përvoja po let. Absolutisht, unë kam raste konkrete me thonë kështu, jo 100. Ose asi që shkojnë edhe i mshojnë tavolinës, ojnë du me pas këtë numër, du me pas atë numër. Po kjo është forma shantazhit. Forma shantazhit është kur ti nënshtrohesh një grupi për cilin nuk e jep argumentin, edhe nuk e përgënjeshton argumentin, ta zojmë, se kontra argumentimit është përgënjeshtrimi, pse nuk bën me kon ky kandidati, po ti nënshtrohesh për shkak të bindjeve tyne personale, pse Dardani është i padëgjueshëm. Unë e kam pas vetë këtë fat në jetën time. Po unë nuk kam hinë politikas atëherë, me i dhonë, unë kur kam hinë lëvizjen vetë vendosje, se shumë njerëz më kanë gjyku kështu. Unë kom punu për një projekt të NDP-s 1200 euro, kom marrë pak. Kom dalë edhe në protesta. Por nuk kam hinë lëvizjen vetë vendosje me i marrë diçka. Idealizmin e ke pas. Absolutisht, nësot e kam... Ende funksionon me këtë platformë. Unë e di që është e vështirë dhe mu më ka kushtu shumë edhe me lekur. Po... 47 vjetë për bëj nuk e kam mendën me ndryshu për shkak këtyne liderëve politik për cilët, jo që po thamë në rritë, po këtë që po thamë në ti po e filmon. Atë që kanë thënë liderët e politik në rrugtimin e tyne është e filmune. Unë nuk kam thënë. Në fakt, unë kam thënë, po dhe sëtë thamë, unë kam thënë Isi Sargati Sërbijes, por nuk i kam thënë më prof. Kërkoj ndjes.
Unë nuk kam thënë LDK-ja dorë zotër e Serbijës të azem, ose LDK-ja është parti shkatruesi është të formuese, edhe masanej ti mi arru 30 vjetori në LDK-s. Unë nuk kam thënë flajmë mithë në gjillë, edhe pagujmë rrinë më në shtrajt, edhe sot mafia energetike e ka kaplu Kosovën. Unë nuk kam thënë Oliver Ivanović është shkaktar i debimit shqiptarëve dhe i masakrave në veri, edhe më vënd të quajsh qytetarë të mirët i thua garifikosh. Unë nuk kam thënë Albin Kurti është Chavez, edhe Albin Kurti është Kmeri Kuq, edhe më vënd të thu kryeministër. Pra, kjo Nuk për ty fjalët të thëna, nuk gëlltit. Absolutisht, unë do me thonë na vetëm po i citoj. Po do më marrë me politikë, më Krasniqi apo jo? Unë me politikë po du më marrë edhe... Po jo me standardin e tyre? Absolutisht, unë jo dhe me standardin, unë dëgjë, pe thamë shumë një diçka sinqerë që mundet më abuzu kështu. Besë edhe me konë edhe me listën serbën e nuk dyshoj për i qëndrimeve të mija. Pik. O nuk ndryshoj, jo për i qëndrimeve të mija, po edhe falë zotit, ati marë sot qytetorin e mire ka ky vend, edhe hesht. Për arsye se... Njëri pa përfaqësuar, më të. Se njëta i pa përfaqësuar. Unë kam thënë kështu zëshë me mundu me thonë një mesazh. I goditur, i mollisur nga deformimet ndryshme. Më lenë të me thonë këtë rast, unë i kam thënë vetë zotit Haradinaj. Thash, nëse unë hynë kuvend, edhe ti mund është me qenë ministër, ose kryeministër, se ti kur hynë zhjellë, hynë për me fitu, ose hynë për me hynë pushtet. Me kapitalizu. Thash, nëse ti fjallën e dhënë nuk e mban, atin që unë e ty me çdo metodë, qoftë demokratike, për thamë, qoftë edhe demokratike, ka me ta bëtë pa mund shumë me ushtru funksionin të. E këto, çka në demokratike është që me dalë me tonë ti ke thonë kështu edhe se ke majtë fjallën, edhe të dytë një demokratike që në ty ta pa mundësoj me majtë fjallën për vend. Me protesta ndryshme po. E dyta, kam dosh me dhonë mesazhin se këti veni duhen deputet që majnë përgjësi për qytetarin. Jo për qytetarin aliancës, se nuk ka qytetarët aliancës e qytetarët vetëvendosjes. Ka qytetarët këti veni. Ne sot jetojmë në cenimin më flagrant të se cilës drejt këtë ven. Pra, i cenun për drejtës në punë, në drejtën e barabartë për çka do qoftë. Meritokracia është problem. Kjo është e vërteta. Po, jo është problem, po shkrim. Pra, ne marrim paga për i publikës, jetojmë në mirëqenjet madhe si përfaqësues të institucioneve, prej kryeministit e presidentës e të poshtë, edhe merë pak majme, do me thonë, për i publikës, a nuk i beson publikës. Do me thonë, as fëmija nuk është shkollat publike, as prindin, e as antarin të në familjes nuk e shërën në institucionet tua publike, ma dje në mënyrë të pa drejt e zhvatë edhe bugjetin e shtetit me gjithë ato të mira që i ki në bank, pare, keshe, pasuri, nuk i shfrydzën, po e shfrydzën të drejten me apliku, me shëru babën jashtë. A e menduar, Krasniqi, cili do të ishte një prej fjalimeve të para, po të voton të qytetarit që t'ju mundëson të shkoni deputet? Cilin fjalim do të zgjedhet në seancën e parë? Fjalimi i parë, Je menduar? Po absolutisht. Unë kam pas shumë gjona me thonë për cilat i di në rrugtimin tem politik, po nuk kanë rëndësi edhe nuk e kanë peshen me thonë në studio televizive. Qoftë korrupsionit, qoftë të standardit politik. Fjala eme parë edhe, si me thonë, parim në këtë teren të polarizuar ka shumë, ka pas me kanë edhe e kam pas mendu, se jemi popull i vogël për armiqësi të mëdha. Edhe sot keni me pa zonin e vërtet të një deputeti i cili ka me qenë përfaqësues i secilit qytetar në këtë vend, edhe i veteranit, TUÇK-s, edhe i asaj grua që nuk e një hiç e që më shënon se po përballet në ginekologji me trajtman jo njerëzor, edhe ati gazetarit që kërcënohet, edhe ati mësuesi që nuk ka shkumsa, edhe ati polici që nuk ka qizme, edhe ati ushtari që vjedhet bugjetin e ushqimin e ti, pra kam dosh me dhonë modelin e parë të një deputeti, për cilët në fakt, kjo është roli i deputetit, me ka zëj qytetarëve. Zëri i nevoja qytetarëve me o dëgju në kuvend.
ne nuk kemi pas kësi zas njëherë. Ne që kemi par në gjithë këtë rrugtimin tonë politik, që kemi pas politikan që kanë marrë votën në emën të qytetarëve, kanë po kompromise pa i pyet qytetarët. Pra, kemi pas politikan që kanë, edhe kemi politikan që premtojnë rritjet vendit punës, ne kemi zvoglim të rritjet, që hapin biznese, ne kemi mbyllet biznese, që kemi çmimet energjisë të përballueshme, që do të heqimi të vëshën në shportën bazike të qytetarëve, por nuk e kemi. Nëse të këtë që kemi është, edhe di pse kjo ndodhe, më thonë këtë që kemi është politikan që abuzojnë me krejt besimin që kanë marrë, edhe kemi qytetarë që e kjo është dami më i madh që është të i bon kësaj shoqënie edhe këtu me qëllim ka investu politika, që qytetarin me bon përgjegjës se vetëm në ditën e votimit. Pra, qytetari që menon që bën nga 7 mëngjesit deri në 7 mbrëmje. Absolutisht, vetëm atë ditë. Edhe jo, nuk është 7 mëngjes, pa është në ora 12, me qitë votën, o ti menon që ke kjo obligimin qytetari. Jo. Edhe ne kam thënë zëshëm, po e tham zëshëm. A i ka munguar vendit protestat në rrugë, kërkesa për llogaridhënie krahasiqi ndaj një qeverie që qeverisi me kollaj lëk thujse, pa sfiduar nga krejt opozita në legjislaturën e 8. A ti pse kjo ka ndodhur? E kujtoj 5 dhe 6 e 7 marsin në epopejën e madhe të lavdishme në përkazin legjendar të familjes Jashare në vitin 1998. Pra, ne kemi pas një familje të Axhës Shaban Jashari, Hamzës dhe Ademit, e cila ka sakrifiku krejt brezin e vetë. 3 pleqe plaka, gra e fmi, me shliru këtë vend, e kemi arë në një pozit ku asnjë njeri, asnjë qytetar në këtë vend sot nuk jep një thu për këtë vend. Pra, llogarit çfarë në zhvlerësime kemi bë vlerave. Përderisa 2 dekada më herët kemi pas njerëz që kanë bërë këso sakrifice. Shto kësaj gjevën e Femion, Lanin e Shkelzenin, Ismet Jasharin e Tahir Sinanin, shto Zahir Pajazitin, Edmondin, shto djemë të asfaltit atje në Gjakov, Eltonin e Yllin e Përmetin, shto një brest malë të plot dëshmorëve të kohë. Për idealizmin, që i solli Kosovës dirin. Kjo idealizm, thujse nuk ekziston. Nuk funksionon asnjë vend e asnjë demokracie konsoliduar pa idealizëm. Sakt. Pa vullnet, dedikim me insistim për në qut gjanat. Unë jam ndër ata që kam dëgju prej gërbeqarëve tonë, familjarëve tonë që kanë qenë jashtë, që në Gjermani nuk shë polic. Amo me bo një problem, vish këtë policia të kapë. Ma dje në shkollën policore, në akademinë policore në Vështri, që kam kryu në shkru në aty dhe policia është popull është polici. Qa i bje kja? Ne kemi tash në bo statistikat fundit 1.6 milion qytetarë, shteti nuk mundet me i bo 1.6 milion policë. Pro qytetari duhet me ka rojtar i shtetit të tij. Mos me hedh bërllogin, me raportu krimin, me raportu korrupsionin, me i nejt politikanit karship. Mirë për që ka fitu lëvizjave të ndosë, absolutisht, unë as kam ego, as kam minati, as jam ferr në këtë rregullat e lojës në demokraci. Po, ti duhet me i nejt karshi politikanit me mojt fjallën e vetë, me i bon presion. Ke thonë rritet pagave, pse s'ka rritet pagave, me i bon presion, pa ndeshkim. Nuk ka, pse ekzistojnë ligjet. Natyrisht. Jo e dinin, keni qenë gazetar në trazirat e marsit, unë kam qenë polic. Po. Edhe, kur sfidohet në atë kohë administratori Kosovës Bernard Kouchner, për shkak trazirave që ndodhen, u sfidu për i pyetjeve gazetarëve se to është administrator minkut ka police. Me kujtohet, me qenë se i përmenet trazirat, ishte seanca në kuvend duke u mbajt. Me një rendite ordinar, sistemor të ligjeve. Dhe kom thirr deputetet për të marrë agimet mbi ato se çfarë ndodh në Kosovë. Kishte agravu për shkallëzu situata në Mitrovica dhe ne po raportonim nga çasti në çast për shpërthim situate, dhe deputetet fare nuk besa
u shprehin të habitun çfarë ndodh kështu. Unë thash, po na duhet në reagime si vlerësoni këtë situatë. A dëshironi të thuni njerëzve ndaleni dhunën e tjera. E kom thirrë në atë kohë dhe krye parlamentar, njëri tashme në gjatë dasin dhe tjerë deputet, po dukeshin indiferent ndaj asaj situate. Po pse mos me kanë indiferent se privilegjet i ka jetu secili. Nuk po e thamon. Por me dalë çapo du me thonë me ndërlidh me ty është për shembull. E përmena në funksion të një paralele fon. Kushneri në atë kohë thotë në Parisi konsiderohet qendra kulturës botërore. 24 orë mos me funksionu ligji, bëhet talibanizëm. Unë pe tham kështu, ai ka thonë në ndryshe. Po në ligji është kur ti ki kryeministër që nuk e respekton vendimin e prokurorit, kur ti ki ministër që nuk e respekton vendimin e gjykatës, kur ti ki deputet që del e shoh në prokurorin e gjykatën, çka i të priti? Sot ne po menojmë që muj me bë shtet këtu duke i denu 500 komisionerë pse kanë abuzuar me votën, e nuk u denu ende hala asnjë ministër, asnjë deputet për abuzimin që ka bën. Abuzim është edhe fjala e dhënë. Veprat janë të ndara. Abuzim është edhe fjala e dhënë. Është kapët e flagrans dënohet. Si po del me bonti këtë vend. Nuk mundet mundër nëse ne standardet e fishta apo do po vendosëm. Po këtë s'ka standarde hiç. To ka kush ka fuqi bën çka dën. Hiç s'ka standard. Se unë pajtohem që ne shqiptarët jemi rritë edhe me këto fjalë të urta popullore në kushte të vështira kur nënat i kanë martu bija, të ju kanë thonë goj pa që mos fol, sy pa që mos pash vesh, pa që mos nefsh. Ne jetojmë këtë kohë, pra, që sot ti sheh dhe nuk bëhesh që nuk sheh, për arsye se s'ke ku me trokit. Ne kemi pas sinjalizuar që kanë raportu gjatë kësaj qeverie krim edhe korrupsion, edhe janë dëshku. Falë që po përdori pa lejen tënde, një ndër i dëshkuni edhe ti në punën tënde. Pra për shkak të bindjeve politike. Unë e kam thënë, demokracia ndërtohet kur në mëngjes kryetari i komunës e merr punën dhe i shërben secili qytetar. Jo me i shërby vetëm atij që e ka votu, në fakt pjesa më e madhe e qytetarëve që nuk i shërben komuna janë qytetarët më të ndershëm që paguajnë me taksa, me gjithçka, e kryetari nuk i shërben këtyne, por i shërben këtyne që kanë kriju këtë diskursin politik edhe këtë terrenin politik që me voti e kreve shërbimin ndaj meje. E fundit, Krasniqi, se jona gjak do të kemi rasta dhe për ta fragmentarizu, për ta copëzu çdo emision që do të kemi tash tutje në të ardhmen me ju mirëpres, me të vërtetë pa diskutim. Na pret shpejt një periudhë nëse certifikohet rezultati final i zgjedhjeve, nëse kryet gjithë procesi ankimor të tjera, formimi shpejt i kuvendit dhe i qeveri, duke se me këtë nuk do të ketë Kosova problem. Në derë na pret problemi presidentit, apo i presidentës. Sot zoti Kurti ende nuk i ka dhënë garanca skujt, as zonës Osmani se do t'ja bëj votat. Zoni Osmani ishte një forum të rëndësishëm bashkë me zotin Trump, ku nënshkroi protokollin e antarësimit të Kosovës në iniciativën globale për paqe të nisur nga në kuadrin e 19 shteteve. E shini zonin Osmani ju presidente, apo jo? A e pret Kosovën objektivisht ky problem? Që të përballë dhe njëherë, mase me zgjedhje të jashtëzakonshme. S'pedia me thonë një fjalë anglisht për me lidh këto, po e tham shqip. Thuhet momentet më të vështira në demokraci vijnë me fitore të mëdha. Ne shqiptarët kemi kallëzu shumë shembuj të tillë. Pra, Kosovës nuk i kanë mungu, e sidomos këtë kohën e fundit, qeveri e 51%. Po, që kemi po, vetëm justifikim e armiqësi e polarizim. Pra, unë edhe ty sot sfidoj se ti edhe ju ti, nuk e kam për me të sfidu, po si bashkëbisedim nuk e din ti sot cili është zëri opozitor në Gjermani, po e din cili është kancelari. Ti nuk e din sot se cili është zëri opozitor në Belgjik, po e din cili është kryeministri. Ti nuk e din se cili është sot zëri opozitor në Malzi, po e din cili është kryeministri. Ti sot në Maqedoni nuk e din se cili është zëri opozitor, po e din cili është kryeministri. Për arsye se kështu është ndërtuar në demokracia. Këto janë rregullat e demokracisë. Kështu thotë akti më i lartë juridik, kushtetuta. Kështu e rregullon kushtetuta funksionet dhe përgjegjësitë e institucioneve.
Pra, qa kemi po na, edhe qa kemi me po dhe këto vite, është veç justifikim shore dhe fyre për shkak të paaftësisë me bo punë të mira. Receta që i ushqen... Absolutisht, se kjo është receta për cilës shqiptarë dojnë polarizim për me mujt partit politike me bjetu, edhe kjo ishte ajo që ne kam thënë jemi popull i vogël për armiqësitë e madhe. Zonin Osmani, është presidenti apo jo? Zonin Osmani, në përvojën tuaj. Unë qa di kështu me thonë me përgjithësi të plot. Zoti Kurti është kafshë madhe politike. Nuk ja fal diskursin politik asnjëherë, është tash momenti ajo, nuk e di, por nuk ja fal diskursin politik të zonjës Osmani që ka thonë raport me Kurtin. Në vitin 2024, në fund vitin e vitin 2024, diskutuani bigjëz me pasën aliancëve. Janë edhe ato në 2019 e 2017 e mos harro. Rit. A se ti kalojnë 2021 këtë? Pas, kajnë politikanët e tonë, që këtë që kanë mbajnë në fjallë në veprimet e tyne, këta kanë inatet dhe armiqësien, e kanë egon. Nuk e kanë rritin e mirëqenjes, shembullin e mirë të dhenës si gjipat e kena me trotuare, gjipat trotuare, gjipat e zi, dhe me thonë, kështu kanë bërë, se cili politikant e i sëtë. Edhe pararen se të. Edhe asë një su denu. Pra ti ki sot në list njerës që marrin një duzin të madhe votave, e krejt jetën e vetë e kanë abuzim ndaj vendit e ndaj shtetin. Pra sot... Diçka në regull nuk është. Po nuk është regull me shoqëninë tonë, se shoqënia vendos standard. Pra na qytetarë duhet me i nejtë kashi politikës. Hajde për ezëm po fillojmë prej 2026 me ndërtu demokracinë këtë vend. Hajde ta japim shembullin. Ti majmë politikant në presion për me majtë fjallën e dhënë edhe përgjec. E shini zonë Osmani president apo jo? Si pas përvojës që ndani me këtë mjedis politik të gjatë. Me këtë shoqëninë e kontaminuar. Zonja Osmani duket se po i çon mesazh zotit Kurtit që me mu presidente dhe mund të ashtroni rrugën për të zbarku në shtëpi të bardhë, për të kriju një raport të ratllëku të mirë, raporte me shëbat. E pranon këtë Kurti? Pikërisht kjo shembull e shantazhit, kjo është shembull i shantazhit politik. Ti s'po e thu, po e thojnë ata. Kjo është shembull i shantazhit që unë ja kapi tron. Ashtu janë mesazhet që mund të lexohen edhe po komentohen, po. Në fakt për mua do të ishte e nevojshme edhe domosdoshme me po edhe zonin Osmani edhe zotin Kurti, secilin politikan këtij vendi, kryetar komune, njeri që është i veshur me pushtet se si kanë me zgjidh problemin me degradimin arsim. Si do duhej të zgjidhej problemi me shëndetësien, me sigurimet shëndetësore, jetësore, edhe të shumë institucioneve që sot dhe shumë polic mas 20 viteve ushtarë të FSK-s e lojnë punën, edhe emigrojnë jashtë. Për mund do t'ishte, që nuk po e dëgjojmë, mos e dhash zotë edhe aja plaka atje që ja ka pullë dorën zotit Kurti me med vetë, se s'ka me kanë zotit Kurti këto institucione që kanë mja bona e shërbim, po do të mu lutë në solidaritetin edhe në bamirësinë e atje kastratit. Kjo dhe kjo ka dëshmu edhe është dëshmi. Kujdes alplegjve nuk është. Po nuk është vice plegjve, ne kemi pos përmbytjet Malishev. Unë vetë kam qenë një ndër familje që kam qenë një përmbytër. Asë një telefonat, asë një shërbim s'ta e paskosh. Do me thonë, ti do të me siguru ujnë, do të me siguru energjiet, ti do të me hek ujnë, ti tash do të më marrë me rikuperu damin. E dami jam ka qenë më i vogël, por është të kësojna qëfar damet më e kanë pas njerëzit, tash ja du të me shku në punë, ja du të më marrë me rikuperu damin edhe nuk e ka dorën e shtetit. Atë cili është roli i shtetit. Me ndje qytetari dorën e vetë, qoftë me taksë, kjo është kuptimi. Kjo se për këtë presidentës, unë nuk admiroj një presidentet të tillë, që këtë rutimin e saj politike ka të ndërtuar mbi shantazh dhe mbi diskurs të rrajshëm. Një presidente që ka votu se cilën të keqet që i ka kalu këtij vendi, nuk u penalizu paktin as në diskursin tonë publik e politik në raport me të, pra sot për Qakorin akuzohet Ramushi, po votu se ka qenë edhe Vjosa Osmani edhe Donika Kada edhe Melisa Haradinaj, e Donika dhe Melisa kanë qenë pjesë aleancës në atë kohë, sot janë këshilltare të presidentes, ato janë, a e një të po çfarë çorroditje. Na sot shojmë zajednicën, sot njerëzit vendimars në qeverinë Kurti që kanë bo zajednicën, që kanë bo privatizim,
madje që kanë bo pazare dhe bojnë pazare me listën serbe, me Radio Qiqin edhe tash dulen edhe këto faktet, argumentet tjera, edhe ati që është problemi më i madh. Si ti zonja Kusari thët po është zërem, e kriminisër thët është i montun. Edhe, tash për përmbyllëm, tash vazhdojmë, a di qka do të më ndërtu në këtë vend. Kur ti i thu, ja pa të zonën presidentin atë intervistën e famshme që mbajte, që ka me qenë tërpi saj. Politiko, po. Për fëmijët e saj, jo si përdori fëmijët e saj, po që heki për shkollës publike. Edhe këto që e patë në politikon, atën edhe këna lëftu krimin, e këna shkatru mbi 1000 banda, dhe kërë ju një... Edhe për Lebanin. Se dhe kemi Lebanin aty. Aty, se ka prej, kur kush Lebanin? Kush do të me prej? Konë me shku? Pse ki polici? Pse ki punën e parë në rand dhe leq që e bën këtë vend është policia, nuk e bën prokurori drejtësia. Pra, policia është mekanizëm që politikat e saj nëse si me funksionu e përcakton Ministria Punëve të Brendshme. Vija parë që merr pjesë në secilin rast që ndodh është policia, por nuk është prokuroria edhe gjyqësia. Jo për gjugur se unë e besoj në këto institucione, po pe citoj diskursin politik të këtyre njerëzve. Po, mërën e kam edhe njëm krenar, pëse kam kunat, zonjën Haxhio, pa është ministre drejtësijës. Edhe nëse ajo del thët, se sistemi i drejtësijës Kosovë është i kapër, e prokurorin kapër, e shantazhune, e drejtësia është për toke, atër shtrojt pyetja, çka do të me bënë si qytetarën këtë vend? Kur flet presidentja për një gjyqtar të gjykatës kushtetuese, Llavan, që i njëjti është në skemat e regrutimit të bija serbe, të Serbisë. Serbia ka zbaraku në gjykatë ex officio do duhej të mirë shteti me këtë, nuk ka pas reagim. Dhe sot e ki gjyqtarin Llavan, ende, atë dhe kjo është e vërtet që është një situatë shokuse, si është e mundur të flasë presidenti në vendit ashtu, dhe kemi një gjenit pa nëshuar. Dhe të flasim da dhanë, besoj. Apo dhe me thonë edhe diçka drejt për drejt, dhe me thonë me kështu. Zgjedhja juaj. Kosovës, sërkës shqiptarët i kanë pas armik e identifiku që ka qenë Serbia. I këna fitu këtë luftat e betejat. Sëtë armiku është i pa identifikuar. Mendoj që sëtë rreziku nuk vjen prej Zotit Llavan. Rreziku i vjen prej paaftësijës, prej egos i natit që asë një zyrtar në këtë vend nuk e kryen punën si që do të raport me detyra dhe përgjësi që i ka të përshkruara në kontratë. Qoftë kontratë, qoftë që e kushtetutë, në këtë rast. Unë mendoj që rreziku nuk vjen për Zotit Llavan, rreziku vjen për gjunës polarizuese e të pakuptim të zonjës Osmane, që do t'ja dëshiroj që mos t'ishte presidenti arshme këtij vendi, jo pse unë do dëshiroja, po pse ajo është e paftë me ushtru këtë funksion për vetëm që është ka një aktore mirë me bon sekuenca filma edhe me dalë kështu bukur kënë se Kosovës për bjenë në paqe dhe siguri. Të falenderoj për kohën Dardan në këtë emision. Ishte kënaqësi, faleminderit. Do të shihemi më shpesh në tema më të fokusume, ku i kemë merak ato sidomos për njerëz që angazhohen në institucione kyçe shtetërore të vendit, se si mbase duhet të jenë të pastër, ta keni sfond të pastër, një background të pastër, edhe në pikpamje të vettingut, mos zbarkojnë institucione kyçe njerëz që mund të jenë të rekrutuar mbase edhe nga vendet jo mike të Kosovës. Nuk po i përmeni ato se dihen. Do të kemi rast të fokusuar me tema. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.